Përshëndetje, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Erdhi momenti që të ritakohemi edhe ditën e sotme së bashku në këtë ditë të diel, për të ndarë bashkarisht të lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Do të flas sot për ditëlindjen e Louise Eilit. Louise Eili sot ka ditëlindjen, edhe një herë sinqerisht nga zemra ju uroj të gjitha të mirat. Do Zoti ta bekoj me dashuri, do Zoti ta bekoj me fëmijë dhe t'i dhuroj familjes së tij vetëm lumturi edhe ditë të bukura. Kanë qenë të shumta uratat që janë bërë për Louise Eilin nga fansat, nga miqtë, nga grupet të cilat janë hapur në Instagram, të cilët sot në një farë mënyre festojnë bashkarisht me Louisin, domethënë të gjithë festojnë ditëlindjen e tij. Data 12 korrik është ditë e shënuar për fansat, por edhe për familjen e bukur Eili. Do doja të ndaloj në këtë moment kaq të bukur dhe të rëndësishëm për Luizin, sepse me thënë drejtën, unë personalisht ditëlindjen e kam të shenjtë edhe e respektoj shumë ditëlindjen, por gjithsesi edhe ditëlindjen e të tjerëve e respektoj shumë. Do doja të ndaloj tek një mesazh që në fakti është dedikuar Luizit sot nga ana e bashkëshortes së tij, nga ana e Kiarës. Kiara, ndryshe nga personazhet e tjerë publik, nuk ka përzgjedhur një foto profesionale ku është vetëm Kiara dhe Luizi dhe t'i uron ditëlindjen, nuk ka përzgjedhur një foto me vajzën e saj, do me thënë Kiara, Luna dhe Luizi dhe t'i uron ditëlindjen dhe t'a quan familjen ton, etj. Kiara ka bërë një lëvizje që ka rënë shumë në sy të publikut. Kiara përzgjedhë një foto me Luizin edhe me Vjerën, do me thënë edhe me zonjën Anxhelin, për t'ja uruar Luizit ditëlindjen dhe për t'i shprehur mirënjohjen nga të dy anët, do me thënë si nga ana e nënës, ashtu edhe nga ana e gruas. Ky gest, me patjetër që në këtë vrull të madh të komenteve, të lajmeve të ndryshme, do të merrte një vëmendje të jashtëzakonshme nga fansat dhe do të komentohej nga fansat. Do të thënë fansat e komentuan shumë këtë lëvizje të Kiarës. Unë mendoj, dashuria dhe respekti që Kiara ka treguar për nënën e Luizit, zonjën Anxhelin, por edhe afrimiteti që të dy zonjat në fjalë kanë krijuar me njëra tjetrën, e bën që të ketë këtë lloj afeksioni, e bën që të ketë këtë lloj afrimiteti dhe e bën që të jetë dashuria vërtet shumë e bukur. Do me thënë, fakti që Kiara dhe Luizi i kalojnë edhe pushimet verore me nënën e tyre, gjë që ne nuk e kemi parë tek fans, tek personazhet e tjerë publik, do me thënë vetëm Luizi ka bërë këtë afrimitetin kaq të bukur, tregon që raporti i Kiarës edhe Vjerës së saj është një raport fantastik, do me thënë ka ndërtuar një urë të bukur lidhse komunikimi, ka një marrëdhënie fantastike dhe din të kalojnë mrekullueshëm me njëra tjetrën. Kjo e bën që Kiara dhe Luizi të jenë edhe një herë më të lumtur, sepse kur je i lumtur pranë personit që ti e ke në shtëpi, pranë nënës tënde dhe ke lumturi me të, me patjetër që edhe me gruan do të kesh një lumturi të jashtëzakonshme. E dyta, Kiara në postimin në të cilin e ka bërë në Instagram, nëse i hedhim një sy në mënyrë pak më të detajuar, konfirmon një lajm. Një lajm që lidhet pikërisht me emisionin e Luizit. Kiara i thotë që të uroj suksese shumë në rrugtimin tënd të ri, do me thënë, e di thotë që do të shëndrisësh, e ka fjalën për emisionin që Louise Eili do ta sjellë, gjë të cilën Kiara e konfirmon tashmë, sepse Luizi e ka shtruar si ide në emisionin tim, e ka shtruar si mendim në emisionin tim çështjen e emisionit që do të bëj, por në një farë mënyre Kiara sot e dëshmoi me vul që Luizi do të jetë pjesë e televizionit Top Channel dhe do të ketë një rrugtim shumë të bukur në emisionin e tij tashmë të ardhshëm. Do me thënë, kjo ditëlindje është një ditëlindje shumë ditëlindje pozitive, është një ditëlindje shumë ditëlindje energjike, do me thënë i dhuron dashuri, i dhuron pozitivitet, i dhuron adrenalin çdo njeriut, jo vetëm Kiarës, dhe do me thënë konfirmohet që Louise Eili do t'jetë pjesë
e një emisioni të bukur gjigant që do të na mbërthej të gjithëve për ekrani, ëh, domethënë do të kemi një dashuri të bukur në televizion. Unë sinqerisht dua ta përgëzoj Kiarën se pa marrë parasysh famës së ndërtuar, pa marrë parasysh atij luksi që ajo ka ndërtuar në karrierën e saj, në klikime, në lajka, në komente, në shikueshmëri, që domethënë është shikueshmëri shumë e madhe, Kiara në fund të ditës përsëri mbetet një nuse modeste, një nuse e thjeshtë, një nuse e cila në fakt në asnjë mënyrë nuk mundohet që të ulë dinjitetin e bashkëshortit të saj, të ulë vlerën e bashkëshortit të saj dhe të tregon se çfarë njeriu është në të vërtetë, por ka dhe këtë respektin të jashtëzakonshëm të vjerës që mua më ra shumë në sy, domethënë forma se si Kiara e kishte përzgjedhur që t'ia urojë ditëlindjen burrit të saj. Unë me zemër, sinqerisht me zemër, i uroj të gjitha të mirat, shpresoj që Zoti të bekoj këtë familje, shpresoj që Zoti t'i dhuroj kësaj familje vetëm lumturi dhe dashuri dhe uroj me shpirt që ditët e ardhshme, ditët në vazhdim të jenë emblema e suksesit të tyre të pandalshëm. Do me thënë, Luizin tashmë gjatë 2 muajve korike dhe gusht do ta kemi pak në për koncerte, në muzikë pothuajse, dhe gjatë muajit shtator, do me thënë shtatori është komplet me risi për të gjithë ne, Luizi siç duket do të jetë pjesë e rrugtimeve të bukura mediatike, do të shijojë emocionin televiziv, do të shijojë emocionin të intervistave, të personazheve të ftuar dhe kjo në fakt e bën Luizin që të jetë dashuri, e bën Luizin që të jetë energji pozitive. Unë i uroj edhe një herë Luizit gëzuar edhe 100 vite të tjera, me patjetër që të gjitha videot që do të ndahen nga festa e Luizit, edhe pse nuk e besoj që do të bëjnë ndonjë festë të madhe, por do të jetë një festë shumë familjare, do me thënë, mes Luizit, Kiarës, nënës së tij edhe Lunës, por çfarëdo që të del në për rrjete sociale, me patjetër që me shumë dashuri, do me thënë, do ta ndaj me ju, sepse dua të ndaj çdo moment, dua të ndaj çdo mesazh kundërdrejt të gjithë atyre njerëzve të cilët më dhurojnë mbështetjen, më dhurojnë respektin për lajmet të cilat i bëj unë. Sot është një ditë e bukur në familjen Eili, le ta shijojmë edhe ne këtë ditë, le ta gëzojmë, sepse është Luizeli dhe mendoj që vetëm Luizeli ditë na bëj për vete dhe ditë na dhuroj adrenalin. Gëzuar ditëlindjen, Zoti qoftë me ty, patsh bekimin e tij dhe uroj me shpirt që të na vish fuqishëm ashtu siç në fakt edhe Kiara të uron në atë gjysmë sekret në rrjetet sociale që të ka uruar ditëlindjen gëzuar edhe 100 pranvera të lumtura. Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Kam patur shumë pyetje. Tirana e ke parë Top Arenën, Tiranë si të është dukur Brikena, si të është dukur Mateo, si të duket marrëdhënia e tyre, çfarë po ndodh mes tyre. Në fakt mundem ta konfirmoj që po, e kam parë. E kam ndjekur arenën, Top Arenën, e ndjek pothuajse çdo mbrëmje. Më pëlqen ta ndjek, ka shumë adrenalin brenda, ka shumë energji pozitive, ndoshta në përditshmërinë e jetës, në lodhjen e jetës, ne kalojmë një energji të bukur dhe kjo Top Arena në fund është energjia dhe më e bukur e asaj që ne po e kalojmë. E kam parë edhe çiftin të cilin dua ta përgëzoj, janë të magjishëm. Kur them janë të magjishëm, kanë një qëndrim fantastik, kanë një botë fantastike, kanë një energji fantastike që vërtet të gjithëve na bëjnë që t'i duam, t'i duar trokasim dhe t'ju qëndrojmë pranë. Do të thënë janë unik në stilin e tyre. Mateo dhe Brikena, nga ajo që unë po shoh, nga ajo që po tregohet dhe nga ajo që është virale, janë në një marrëdhënie shumë të pastër me njëri tjetrin. Do të thënë kanë dashuri të vërtetë, kanë emocione të vërteta dhe kanë ndjesi të vërteta. Janë në një marrëdhënie fantastike. E jetojnë bukur momentin me njëri tjetrin dhe shijojnë bukur këtë moment. Do të thënë janë të lindur për njëri tjetrin. Tani, e dini kur një marrëdhënie është e bukur? Një marrëdhënie është e bukur kur njëri është në pozitën e plusit e tjetri është në pozitën e minusit. Unë mendoj që Brikena në stadin e një femrës dhe sidomos një femrës
që ka qenë mis, një femër që ka gjitha të trup të bukur e gjitha të femëroritet, më duket shumë njerëzore dhe normale që të jetë me këto qëndrime, të ketë këtë natyrë të karakteri që aty mërzitet, aty bëhet përsëri e lumtur, aty thyet në shpirt, aty gjallërohet përsëri dhe mendoj që në një lidhje dashurie, pikat e bukura, emocionet e bukura, ndjesitë e bukura pikërisht janë këto, do me thënë, kjo është ajo lidhshmëria, ajo energjia e bukur që e bën një çiftin që të jetë i lumtur dhe të jetë pozitiv, që i jep domethënë një çiftit energji shumë të bukur. Unë mendoj që Brikena është ideale në stilin e saj dhe të gjitha këto që ne na duken defekte, nëse mund t'i quajmë defekte, për Mateon janë dhuratat e bukura që Brikena i ka në karakterin e saj, se po të mos t'i ketë këto gjëra, mendoj që edhe Mateo nuk do t'a ketë atë energjin për të nxjerrë nga vetja e tij pozitivitet, për të nxjerrë nga vetja e tij sekretet karakterit që ai nuk i ka nxjerrë. Flas në marrëdhënien e atyre të dyve. Unë mendoj që një femër kur e ka këtë lloj luhatjen gjithmonë e merr atë vlerësimin e mashkullit, sepse mashkulli për të mos e lënduar, për të mos e thyer në shpirt, për të mos ja prishur zemrën, mundohet t'i jep lëvizje dhe vlerësime dhe mendoj që çifti është fantastik dhe ka një marrëdhënie jashtëzakonisht të qelluar. Unë e shoh si marrëdhënie të vërtet, e shoh si marrëdhënie të sinqert dhe e shoh si një marrëdhënie ideale.